Tregtarët e tregut industrial në Vlorë kanë dalë sërish në protestë në mëngjesin e kësaj të premtje, pas njoftimit se duhet lirojnë ambientet e tregut për shkak të nisjes së punimeve në këtë zonë. Sipas tregtarëve, ata kanë ende mallra brenda ambienteve dhe nuk dinë ku t'i transportojnë apo të vazhdojnë në punën në ditë në vijim. Për shkak të situatës, tregtarët nuk janë lejuar të shesin produktet e tyre, ndërsa qytetarët nuk janë lejuar të futen brenda tregut për të kryer blerjet. Kjo ka sjellë shqetësim jo vetëm për tregtarët, por edhe konsumatorët që frekuentojnë çdo ditë tregun industrial të qytetit. Ne kemi marrë që kemi një muaj kemi marrë. Ne marrë si kemi marrë sot. Marrë kemi një muaj ca kemi marrë. Ta kanë harru po me shumë me fjalë goje që ore do një këta. Ore, kush ta bën do bet tregu. Jo më ashtu jo. Kush ta bën ajo do bet këtë treg. Po si do bet tregu? Na kjo da, treg da. E kupton çfarë betu? Ku do vemi? Ne me edhe qinjo, ku do vemi? Që për në thonë edhe këta, hik, ku do vemi? Ku do shkojme, hik, ku do vemi? Kemi malli të të ajo, kryetar e bashkisë, të bëj tregu, këtu pasandaj dhe se ne kemi të tërë mallin aty të pak. Na kanë marrë në zorën, në zorën për në marrë. Rri policia tu si gjandar këtu. Ne po na prishet malli ka rri. Musi gjandar. Po vrasë policia tu ne. Tegi policia këtu, mos të gjele, s'ka policia. Ne nuk lëvizim. Ne kemi marrë, ka një muaj ka marrë mallin. Nuk që të pranë ditë, kuptove prapë historinë. Ore, ku ta qoj? Ne s'vim ditë për ditë e shumicat, ma Ore, ajo kryet e bashkisë, të vej në fjet hap syt atje, çka ka bërë fjeri? Të vij të bëj këtu afër ku punojnë neve. Ajo thot shkon në naft, ose shkon. Ne kemi zgjedhur, s'ka ka zgjedhur ajo vetë, ne kemi zgjedhur ne po. Tregtarët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse më transparencë, duke theksuar se vendimi menjëhershëm po i lë pa të ardhura dhe po rrezikojnë bizneset e tyre. Ata palajmërojnë se protestat do të vijojnë edhe në ditët e vazhdim nëse nuk gjenden një zgjidhje për sistemimin e tyre.